Në shkollën e mesme teknike në Xhmedinixha, numri i nxënësve që kërkojnë shërbime psikologjike është gjithnjë në rritje. Psikologja e shkollës Bardha Kurhasani thotë se shumica e tyre vijnë të referuar nga mësimdhënësit, kujdestarët e shpesh edhe nga familjarët. Ka numër të konsiderueshëm të nxënësave që vijnë dhe kërkojnë shërbimet psikologjike. Vijnë me vetë iniciativë, janë të referuar nga mësimdhënësit ose kujdestarët e tyre, por shpesh ndodh edhe që nga familjarët e tyre. Ndodh edhe me iniciativë psikologët, për shembull në rastet kur identifikohen nxënësat me vështirësinë të nxënësit, rastet kur identifikohen nxënësat me probleme në sjellje, probleme të ndryshme emocionale të tërhequr që rrin pak vetëm në orë të mësimit ose gjatë aktiviteteve në shkollë, atëherë ftohen edhe me iniciativë të psikologët të shkollës ose të kujtdo tjetër akter që është në shkollë. Sipas Kurhasanit, periudhat e fillimit të vitit shkollor si dhe ndryshimet sezonale sjellin rritje të kërkesave për mbështetje emocionale, sidomos te adoleshentët. Ajo thekson se rastet janë të vazhdueshme dhe përfshin probleme familjare, demotivim, vështirësi në mësime apo sfida në shoqëri. Fillimi i vitit shkollor, procesi adaptimit është kërkesa më të mëdha, pastaj edhe ndryshimi që është normale, në kushte normale, për shembull ndryshimi i motit në pranverë ose në vjesht, kur vështirësitë emocionale, domethënë të gjithë njerëzit, për shkak të ndryshimit të motit, për shkak të ndryshimeve të ndryshme hormonale, plus që kjo shkollë ka adoleshent, atëherë vijnë edhe raste më tepër në këto dy periudha për vështirësi emocionale. Për ndryshe janë raste të vazhdueshme të problemeve të ndryshme, qoftë familjare, qoftë probleme me demotivimin, qoftë probleme të ndryshme me shkollën, qoftë probleme me shoqëni, probleme të ndryshme. Ajo çka motivon më shumë, Kurhasani thotë, është fakti se shumë nxënës rikthehen për këshillim, edhe pasi rastet e tyre janë përmbyllur me sukses, shenjë e besimit dhe efektit pozitiv të punës së saj. Ajo që më jep një feedback pozitiv është kërkesa e tyre që të rikthehen, edhe në rastet ku janë përfunduar dhe kanë pas sukses, pas një kohë më njëherë si të hasin një vështirësi të caktuar, prapë kthehen, domethënë puna e psikologut është arritur në momentin që krijohet besimi. E shoh që kjo pjesë të nxënësit të kësaj shkolle edhe të aktorëve tjerë të shkollës nuk mungon. Kështu që kjo më jep një satisfaksion për punën që bëj. Për fund, psikologja Kurhasani tregon se vetëm gjatë muajit nëntor ka pranuar 12 raste të reja, ndërsa numri i rasteve të vazhdueshme ka qenë mbi 20, çka dëshmon edhe njëherë nevojën e madhe të nxënësve për mbështetje psikologjike brenda shkollës.